Nuk e di si i ke ato sy, Noel. Do marrësh qaf shumë goca me ato sy. U skuqe! Çfarë gjërash do blije ti po të kishe shumë para, për shembull, cila është gjë më e rëndësishme për ty? Nuk ka asnjë vlerë nëse nuk kemi mbushur me dashuri. Më kujtoj një moment kur ke qenë shumë i mërzitur dhe një shok të ka bërë të gëzuar. Mora 4 në dituri. Si do bësh ti po të pëlqej disa vajza njerësh? Të gjitha nga personaliteti, nga sa të mira janë, sa të zgjuar janë. Pëlqeu më se ka dalë, ka hikur nga shkolla. Edhe ashtu. Larg syve larg zemrës, ë? Po. Ne di ti çfarë është mirënjohja? Për shembull, kur është viti i ri dhe t'japin dhurata dhe po të dha gjëra që që kushtojnë pak lek, du ta vlerësosh, se ka xhuar lek të veta për ta bler. Të gjithë prindrit kanë shumë dëshirë që fëmijët të bëhen më të mirë se prindrit. Ti çfarë do bësh që të bëhesh më i mirë se prindrit e tu? Ta bëj punën vetëm sa kem gati nga babi, nga mami e kështu, edhe ato gëzohen. Si mund t'ja shëroj zemrën një djalë, një vajzë? Kur fillon një kështu seri dashurie, fillon me dashuri dhe do të mbaroj me dashuri. Nëse një shok i yt i pëlqen të njëjtën vajzë që pëlqen dhe ti, çfarë do bëje? Ta zgjedhë goca, mos ta zgjedhë na. Pse është e rëndësishme mos ja presësh besën dikujt? I e lëndon tjetrin, e lën vetëm. S'ka shok, ai mund të ketë vetëm një shok dhe mund të ketë edhe ti e pran besë. Edhe më mirë të kesh shok një robot? Po nuk she besë pranë. Kur thon këtë fjalinë, ra në dashuri, si e kupton ti? Kur një shumë pëlqen një gocë në bjen dashuri se e pëlqen shumë. Po ku bie ai? Te dhuratë saj. Ti do të bëre një dhuratë në makinë. Makinë, me makinat e ke çështjen, ë? Po çfarë makine do më dhuroje mua? Lambo. Jo, më jo. Po s'janë lambët për mua, jo. Një çik më të thjesht për mua, të lutem. G-klas. G-klas është i bukur shumë. Po. Më pëlqen ai. Do ta bëjmë xhiro bashk. Po. O Noela, të ka marrë malli për mua po fare? Po. U bë gjithë kjo kohë që s'të kam parë, gjithë së kohë shoku im i vogël. Je rritur, je bërë çun i madh. Të ka marrë malli për Peter Panin apo jo? Po, më ka marrë. Çfarë mban mend ti nga Peter Pani? Si të kujtohet ai programi? Shumë i bukur, takosha njerëz. Kë ke pasur shokun më të mirë ti aty? Noelin. Nga bëhet ai Noeli tjetër? Nglesh. Po ke babi ke punuar pak apo s'ke punuar fare te puna babit? Po. Po ti vetë çfarë bën aty? Rregullon makinat me babin? Jo pastroj vendin. Po me shitjet, merresh me shitjet? Disa herë. Kush i merr ato parat? Kush i numëron? Babi. Pse janë të rëndësishme parat në jetë? Si mendon ti, pse i duan njerëzve parat? Për bler gjëra. Çfarë gjërash do blije ti po të kishe shumë para, për shembull? Cila është gjëja më e rëndësishme për ty? Mos më thuaj makina, se e di që makina keni plot atje te kompania e babit. Ble punën time, mos ta kem gati nga babi. Çfarë ke qejf të bësh më shumë ti me babin? Cila është gjëja që të pëlqen më shumë? Shkoj në Itali. Në Itali të pëlqen dhe ty, ë? Po. Cili vend i Italisë të pëlqen? Milano. Po pse e ke qejf Milanon? Ushqime. Çfarë për shembull? Linguini me karkaleta. Kur ti Noel shikon një njerëz për herë të parë dhe e takon, cila është gjëja e parë, i parë që vren? Fytyra. Fytyrën, po çfarë shikon tek fytyra? Syt. Syt, bravo. Thon këta njerëzit që takova unë sot që është pak i turpshëm tha Noeli. Si ti je i turpshëm ti, çka ka për të pasur turp? Ka ndonjë kush ka turp në jetë? Ai që bën turp apo jo? Ti s'ke bër turpe. Çfarë të bën ty që të skuqesh në jetë? Skuqesh ndonjëherë ti? Po. Çfarë të vën në siklet ty? Nga shumë njerëz. Kur ka shumë njerëz? Po pse? Kam turp se ndoshta e bëj gabim kështu. Po ti je fantastik, më nuk e kupton se sa i bukur je, se sa djalë i shkëlqyer je në shkollë, studion, ke një familje që të ka edukuar. Pse të kesh turp? Ti s'do të kesh turp fare, po Alketa që del aty në skenë dhe flet para gjithë atyre njerëzve. Ti shef ëndra natën? Po. Cila është ëndra më e bukur që ke parë? Mban mend? Kur bleva Ferrari. Jo, mor jo. Po pse ke kaq qejf Ferrarin ti? Si e di është shpejt, më pëlqen shumë. Të pëlqen shpejtësia, po e di ti që shpejtësia është e rrezikshme. Ata kontrollon babi. Pse duhet jemi ndonjëherë ngadalë, ndonjëherë shpejt në jetë? Cilat janë rastet kur duhet jemi të shpejtë dhe cilat janë rastet kur duhet jemi ngadalë dhe të mendohemi mirë? Kur hes shpejt, mund të përplasesh, mund të kushtoj jetën, mund të vritesh. Kur sa vash gati të sigurohet se s'ke për të përplas. Sa mund të vinë tjerët me shpejtësi, mund të kapi policia edhe të funë burg. E di sa shumë të rinj psojnë aksidente vetëm se nuk kanë kujdes? Edhe në euforinë edhe në gëzimin e madh që po ngasin një makinë të bukur, i japin me sa kilometra në orë duan ata edhe pastaj bin kanal. Çfarë do t'i thoje ti të gjithë të rinjve? Tesni avash. Tjetër? Lëni rribin e sigurimit.
zbatoni rregullat rrugore. Mos të pini. Çfarë mos të pinë? Mos pini alkool. Si e bën të lumtur shoqen tënde të preferuar ti? Keni shoqë të preferuar njëra apo jo? Jo fare? E ja futë kotesh. Jo, shoqet e klasës. Po pra, ai ke një që e ke pak më të preferuar që është shumë gocë e mirë ajo. Po, Po pse e pëlqen ti dhe çfarë vlerëson duhet të dijon? nga personali, si sillet me tjerë, Personali çfarë do të thënë? se si sillesh mirë apo keq. Aha. Bukuria, Nëse do shikoje ti që një djalë do godiste një vajzë, çfarë do t'i bëje? të ndaloj djalin. Do ta ndaloje djalin? Po. Bravo. Çfarë mendimi ke ti për djem që i godasin vajzat? Janë djem të keq. Çfarë do t'i thoje? Mos një rrifni gratë, Bravo. se gocat. Bravo. Nuk është skandaloze kjo që një djalë të ketë kurajon ta godasë një vajzë? Është skandaloze. Vajzave çfarë do t'i durojmë që t'i bëjmë të lumtura? T'japim gjëra të lule, Po kur është 8 mars, si kujdesesh ti për mamin edhe për motrën edhe për gjyshen? i bëj kartolina. Çfarë i shkruan mamit ti aty? Si është premir njohen mamit tënd? Gëzuar 8 mars dhe mami më i mirë në botë. Ashtu i thua? Po. Po mami pse e do dhe e vlerëson shumë? Ti cilat janë gjërat më të mira që do t'i trashëgosh nga mami? Ka që mami më lindi, mami ka majtë 9 muaj në bark edhe kujdeset më shumë. Bravo, po tjetër? Edhe nga dashuria. Dëgjoj, të kam bërë ndonjë kompliment ty shoqet e tua të preferuara? Cili është komplimenti që të bëjnë ty ato më tepër? Ke sy të bukur. Ashtu të thonë, ë? Edhe unë kështu do të thoja. Nuk e di si i ke ato sy, Noel. Do marrësh qaf shumë goca me ato sy. U skuqe. Shiko të pëlqej që të bëjnë gocat komplimente, ë? Po ti e meriton se je shumë i bukur. Nga ndryshojnë njerëzit e turpshëm nga njerëzit që s'kan turp fare. Njerëzit e turpshëm nuk folin shumë, njerëzit e paturpshëm folin vetëm folin. Do me thonë unë jam e paturpshme. Po. Si vje? Unë nuk kam turp, po nuk është se jam e paturpshme. Se janë dy gjëra të ndryshme. E di dallimin ku është e paturpshme dhe nuk kam turp. Ka që janë shumë njerëz edhe ke shumë turp, nga njerëzit dhe nuk fol dot, kurse kur nuk ke turp nuk fol. Aha. Po e ditit i paturpshmi ç'a bën i paturpshmi? Tjetër? I paturpshmi është një sens negativ i të mos paturit turp, se i paturpshmi bën dhe gjëra që janë të këqija dhe dëmtojnë tjetrin, edhe është i paturpshëm fare, nuk i skuqet lëkura. Kështu që në këtë kuptim, njerëzit që kanë sedër janë njerëz që kanë dhe këtë ndrojtjen, janë timid, janë pak të mbyllur në vetvete. Kështu që ti je paturp dhe ti je i paturpshëm, janë dy gjëra të ndryshme, mos haro, okay? Okej. Më kujtoj një moment kur ke qenë shumë i mërzitur dhe një shok të ka bërë të gëzuar. Mora 4 në dituri, Pse more 4 o vlla? e bëra gabim ushtrimin edhe mora 4. Po s'kishe mësuar? Po çfarë kishe pasur më të rëndësishme se dituria që more këtë notë? Du të mësosh shumë për gjuhën se të duhet në për qytete kështu se me fol qytetarshe. Ti fleti që je tironste nga je? Jam nga Preza, po Aha. fol tironse. E pra si tirons flet. E shikoj që ke dialekt tironsi. Dëgjoj, çfarë bëri shoku kur ishe ti shumë i mërzitur atë ditë që more këtë notën? Sa s'ka gjë se edhe herën tjetër mërzit. Po mësove ti të more tjetrën tjetër? Po. Të ndihmoj ai shoku? Po. Atëherë çfarë do t'i thuash të gjithë shokëve që kur nuk mësojnë marrin nota të këqija dhe pastaj kur përpiqen marrin nota të mira, çfarë duhet bëj njeriu? Nxorë një mësim nga kjo gjë? Po. Shoku do t'i zgjidhë më mirë se vetja, se ato na ndihmojnë ndihmojnë kur jemi të mërzitur. Bravo. Edhe duhet mësojmë shumë apo jo? Po. Se pas mësuam një përfundim ka apo jo? Po. U lodhe shumë ti kur more notën 10 pastaj? Po. U lodhe pak, punove fort. Punova vetëm mësova gjithë ditën. Si u ndjeve pastaj kur mora atë notën e mirë? Shkova te shoku dhe i thash mora 10, dhe thash shoku, bravo, atë thash. A shikon? A u ndjeve krenar ti pastaj? Po. Ti e ndihmon ndonjëherë mamin në punë të shtëpisë? Po, ndihmoj. Ndihmoj për me lar shtëpinë, për rrobat, më nder, në tel. I nder rrobat në tel ti? Ti që ke shumë për shtëpi, më shumë fantastik. Ua. Dëgjoj, cilat janë punët e tjera që ndihmon mamin? Të herë të gatuaj, i them mamit në bëjmë një ëmbëlsirë bashkë se kam shef. Cila është mësuesja e preferuar për ty? Ta them emrin? Po t'ja thuash patjetër. Mësuese dëshira. Mësuese dëshira? Pse është e preferuara jote ajo? Pëlqen nga personaliteti, është e mirë, mëson shumë mirë, nuk është nga ato zyshat e tjera që e mësoj e vetë. Është e ëmbël ajo? Vetëm ku bëjmë jetë zhurmë në çunat edhe në vërtet. Ashtu a? Po. Po tjetër çfarë vlerëson ti tek ajo mësuesja?
që s'na bërtesi ato zyshat e tjera kot pa lidhje. Po si bërtasin ato zyshat e tjera? Bërtasin kot pa lidhje, pse e bëra këtë gabim, po kurse mësuesja jon e bëra gabim edhe ta shpjegon. Sa bukur. Keti ndonjë mesazh për këto mësuese që bërtasin kot pa lidhje? Mos të bërtisni kot pa lidhje. Po për çfarë janë ato aty? Për të bërtitur apo për të mësuar në fakt? Për të mësuar, normal. Bravo. Po tjetër çfarë ka kjo mësuese dëshira speciale? Gjithmonë e qeshur, ka personalitet të mirë, është e ëmbël. Kur mërzitemi, na bën që t'jemi më mirë. Nëse një shok të godet, çfarë do bëje ti? Të kisha thonë zyshës. Ti do e godisje mbrapsht? Jo. Bravo. Cila është një sharje që të ka mërzitur shumë ty? Një shok që të ka lënduar? Që je përlotur, që ke qarë, që ke shkuar në shtëpi shumë i mërzitur, sa i shoku e ka tepruar. Po luaja një ditë futboll, edhe humba topin, edhe më tha shoku, ti s'di me ka pasi top, budalla, edhe u mërzita fillova të qajt. Po pse qave ti në atë moment? Se u fëndova shumë, thash se pse më shajti e kështu. Këta njerëzit që të shajnë të japin vetëm forcë që të bëhesh më i mirë. Kur të bëhesh ti star i futbollit një ditë, do t'i thuash atij shokut, ja ku jam. Po ti do ta bësh prapë për shokun, ti do ta bësh për veten tënde, për ëndrat e tua, po jo? Po. Dëgjoj, je tip që qan ti? Ku am qenë i vogël vetëm qaja, tani s'është qaj më. Si mendon ti për çunat që qajnë? Nuk du të qanë të jeni të fort. Kështu të kanë mësuar, ë? Edhe çunat ndonjëherë mund të përloten se njerëzore është. Normal. Se kur janë bebe dhe çunat dhe gocat, qajnë njësoj, pastaj gjatë jetës jeta na mëson që çunat nuk duhet të qajnë. Po. Të qash, e ditë çdo të thotë pse qajnë njerëzit. Se lëndohen, kur nga lëndojnë zemrën, mërziten, Edhe dalin lotët. ndali lotë. Edhe çunat i mësojnë që ti mbajnë lotët brenda, mos t'i nxjerrin. Mos i dalin. Po në fakt, ndjejnë dhimbjet ata një lloj si gocat. Një lloj si gocat jo, se gocat janë më kështu. Qajnë më shpesh, kurse çunat qajnë shumë rrallë. Po të shihet ti një vajzë duke qarë të përlotur, çfarë do bëje ti? Do e kisha furën, do e kisha thonë mos qaj s'ka gjë. Kaq vetëm më? Mos qaj dhe kisha ndihmuar, kisha përqafuar. E diti që sa më shumë ta duash një vajzë, 100 fish më shumë ta kthen ajo dashurinë? E di, Po kështu duhet të sillesh, dakord? mirë. Se je shumë çun i bukur edhe si do bësh ti po të pëlqej disa vajza njerësh? Do të sillem mirë si të më sillem ato. Me të gjitha. Po. Po si do bësh kur të duan 10 goca ty dhe ty do të duhet të zgjedhësh vetëm njërin? Të gjitha nga personaliteti, nga sa të mira janë, sa të zgjuar janë, si sillen me të tjerët edhe. Do doja një gotë që më ngjatë mua, që don familjen, që don mamin, babin, vëllezërit. Bravo, se kur do mamin, vllajin dhe babin e vet, do ditë sillet edhe me ty dhe me prindrit e tu. Po, normal. Kështu që ky është provimi i parë. E ke parë mamin ndonjëherë duke qarë? Po, Çfarë ke ndier? unë ndjeva keq se përqante edhe përqafova më qaj, bëhe fort. Ashtu i the, ë? Po, Qetësohet ajo kur të ka ty aty afër. po. Për çfarë je shumë mirënjohës mami ti? Se unë ka majtë 9 muaj në barkë, është kujdese shumë për mua dhe unë do të kthej. Do të kujdese unë për atë kur të rrita. Dhe mama kur të linin është për të vështirë dhe unë do të ndihmoj mamin se mami ku am qenë i vogël unë mbote qumshin mes natës në 2 natës edhe fletë pak gjumë. Fillosha qasha unë edhe prapo zjota edhe është kujdes shumë për mua. Mama të shkojnë në punë, mama të bëjnë punë shtëpie, mama të kujdesen për fëmijët, dhe Bëjnë s'ka shumë. gjë. S'ka gjë më të bukur kur fëmijët janë mirënjohës dhe është përblejnë. E diti çfarë është mirënjohja? Njëra është kur vlerëson të tjerët edhe pse për shembull kur është viti i ri dhe t'japin dhurata dhe po të dha gjëra që bëjnë që kushtojnë pak lek, du ta vlerësosh se ka xhuar lek të veta për ta bler. Dhe ti i thua, Faleminderit. të gjithë prindrit kanë shumë dëshirë që fëmijët të bëhen më të mirë se prindrit. Ti çfarë do bësh që të bëhesh më i mirë se prindrit e tu? Do të filloj me punën time, do ta bëj mamin dhe babin krenar që t'i bëj të jenë të lumtur se më ka rritur mua. Ta bëj punën vetëm sa kem gati nga babi, nga mami e kështu, edhe ato gëzohen. Po kur të bëhesh ti i suksesshëm dhe i madh, çfarë ke dëshirë që ti bësh mamit një gjë që ajo të lumturohet shumë për shembull? T'i bëj dhurata, ta çojmë vende si më ka çuar mu, Ku do doja ta çojë mamin? për shembull në plazh.
tjetë verë, peshina, dhe gëzot. Do kënaqe. Po babi çfarë do doje ti bëje? Babi t'i bëja një Ferrari. A ti me Ferrari? A ti e ke punë me Ferrari, në? Po babi ka gjithë ato makina të mira se me makina merret. Te kisha bërë një shtëpi. Një shtëpi. Po se shtëpinë shumë të bukur ta ka për babi. Do të bëj një shtëpi më të madhe dhe më të bukur? Po, që të rinë dhe mami dhe babi. Po motrës çfarë do t'i bëje? Motrës t'i bëja dhurat varse, se pëlqen. Ashtu, ha? Po mua çfarë do më bëje një dhuratë? Ti do të bëja një dhurat makinë. Makinë, me makinat e ke çështje, në? Po çfarë makine do më dhuroje mua? Lambë. Jo, më jo. Po s'janë lambët për mua, jo. Një çik më të thjesht për mua, të lutem. G-klas. G-klas është i bukur shumë. Po. Më pëlqen ai. Do ta bëjmë xhiro bashk. Po. Ku do ikim? Kur dush. Po do më tregosh sa sekrete, se s'm ke thënë gjithë sekretet sot. Okej. S'm ke thënë pra që se ke një shoqe të preferuar ti, unë se besoj dot që ju çon me kaq sy të bukur dhe kaq simpatik dhe me kaq shumë sjellje të mirë. Ti ke një sjellje kaq të mirë. Kemi pas ndonjë të preferuar më përpara, po s'kemi më tani. Të paktën ndonjë që e ke pasur më përpara shumë qef. Po. Ha. Në klas ka pëlqen një gos, po tani s'e pëlqen. Pse e pëlqej atëherë dhe pse s'e pëlqen tani? Nga sjellja, nga gjërat që bote, u sillte mirë me tjerët, Pastaj? nga bukuria. Po pse s'pëlqeu më pastaj? Pastaj pëlqeu më se ka dalë, ka hikur nga shkolla. S'është. Larg syve, larg zemrës, ë? Po. Unë thash mos kishte bërë ndonjë sjellje të keqe ajo dhe ishte mërzit, ishte zhgënjur. Po. Zhgënjimi, çfarë të thot tjetër si fjalë? Nuk duhet të gënjesh se gënjen veten, nuk bësh i mirë, bësh i keq. Për shembull, e di çfarë është zhgënjimi, Noel, do të them ty një situatë, mbase kjo do të ngacmoj që ta kuptosh se çfarë është zhgënjimi. Kur ti për shembull do shumë një shoqe, edhe jep shumë asaj, gjithçka që ke dhe që je. Edhe një ditë ajo të kthen kurizin, edhe ikën te një shok tjetër, dhe ty s'ti jep asnjë shpjegim. Nuk thot as faleminderit për gjërat që ti ke bërë për të, nuk thot as më fal për gabimin që ka bërë ndaj teje. Ajo thjesht ikën, kthen shpinën. Ky është zhgënjim shumë i madh në jetë. Kjo është Një lloj zhgënjimi. Ka shumë zhgënjime në jetë, po ky është një nga këto zhgënjimet romantike. Po. Tani, gocat e bëjnë këtë gjë, po çunat e bëjnë pak më shpesh. Prandaj ti mos u bë kur ky çuni, që ti kthesh shpinën një gocë që të ka dashur shumë, dakord? Asnjëherë. Asnjëherë. Po. Po ke dhënë premtim këtu? Po. Se dëgjoj, kjo mbetet e historia jote digjitale, do kesh në YouTube gjithë jetën dhe do ta vën gocat kështu replay dhe kur të bëhesh i madh. Ki kujdes. Okej. Ti asnjëherë nuk do ikësh pa i dhënë shpjegim gocave, dakord? Po. Si mund t'ja shëroj zemrën një djalë, një vajze? Kur fillon një kështu me gocë dhe çun, Histori dashurie. Po, histori dashurie. Do të fillon me dashuri dhe do të mbaroj me dashuri. Dashuria e zgjidh gjithë apo jo? Po. Po ja që s'është kështu për të gjithë. Si t'ja bëjmë, Noel? Çan këta njerëz kështu, ë? Në qi. Si e bëjnë këtë punë kështu? Kalojnë bukur gjithë ato kohë dhe pastaj sikur s'nifen fare. Secili ikën rrugën e vet, pa thënë një fjalë të mirë zemra. Hey, ecë me rivesh, ë? E çuditshme. Ja, ky është gënjim shumë i madh në jetë. Di. Ky ta thyen zemrën dhe zemra s'duhet të thyet, zemrën duhet ta mbrojmë apo jo? Po. Se dhe po e ngjitëm, ato shenjat të thyerjes mbeten aty. Po. Kështu duhet të kesh shumë përgjegjësi për zemrat e gocave. Okej. Mirë? Mirë. Cila është ëndra më e bukur që ke parë? Pash një ndër që isha te koncerti Noizit, edhe takova Noizin, mora firmën e Noizit edhe u kënaqa shumë. U lumturove? E ke taku Noizin ndonjëherë në të vërtetë apo jo? Po të takon Alketa me Noizin. A do ta bëjmë ëndrën realitet bashk? Po. Do të çoj unë te Noizi, dakord? Okej. Që t'ja marrësh firmën edhe t'ja japësh një herë dorën, kështu si do t'ja japësh dorën? Si do i thuash? Me trup drejt. Ah, bravo. A do ta shikosh në sy, do t'i thuash? Unë jam? Unë jam Noeli. Ashtu da. Si imagjinon martesën tënde ti, si do e bësh dasmën? Dasmën do ta bëj me shumë njerëz, me njerëz si njoh. Aha. Dhe çoj ftesën të shtëpia dhe do martohem. Mendon që është qef të martohesh? Po. Apo është dhe hall? A shallë se dhe si sa mund të lej gruaja ose burri. Halli i madh është dhe ky këtë drejtë. Po dëgjoj. Më shumë sa kjo, se kur martohet njeriu nuk mendon, vë unë as do të thotë do jem përjetësisht me ty. Ka ca halle tjera jeta. Po. Për shembull kur janë dy njerëz martuar, çfarë hallesh kanë? Leku. Lekët. Nëse një shok i yt i pëlqen të njëjtën vajzë që pëlqen dhe ti, çfarë do bëje? Dhe tha unë e pëlqej këtë.
Po deshe ta zjedhi goca, mos ta zjedhi ne. Po që e përgjigj shumë mirë. Se? Mos zjemi ne ta zjedhi goca këdon. Po që e ke zgjidhur me paqe këtë punë dhe kështu duhet zgjidh. Cila është gjëja më e bukur e Shqipërisë dhe shqiptarëve? O sa mirë me kënë shqiptar o e. Nga tonit, nga historia që më përpara që na kanë bërë krenarës, për shembull Skënderbeu, Naim Frashi. Çfarë ka një gjë që nuk të pëlqen tek Shqipëria, që do doja të ishte ndryshe? Të që qenë pak më e madhe Shqipëria, se është shteti i vogël. Mos zihen ato parlament, mos bërtasin. Çfarë lind në kokën e dy fëmijëve kur ata zihen? Si mendon ti? Do të raf, e kam shumë inat, kështu. Sa keq që është kjo, ë? Po. Si mund të zgjidhen gjërat pa uraure dhe pa bërtitur dhe pa u grushtuar dhunshëm? Fal do pajtohemi. Mos dihemi kot pa lidhje. Nëse janë dy familje që kanë dy fëmijë. Familja e parë ka një shtëpi shumë të mirë dhe jeton në mirëqenie, prindrit janë të pasur, kanë para. Familja tjetër jeton në një shtëpi të vogël, të varfër, dhe ai fëmia tjetër nuk jeton aq mirë sa fëmia i parë. Por i thot fëmijës së parë që unë jam më i pasur se ty. E di ti ç'do thot kjo? Ka që pasuria nuk bën çdo gjë, mund të prishë shumë gjëra. Ty vetë në qef, kurse ato tjerët kanë lek sa me hëngër buk, kaq. Se pasuria të bën dom se kush nuk fëmijët ku janë me pasur i zën vetë jam qef, nuk ashtu, kurse familja varfër nuk zihen shumë gjona e prandaj është jetë e pasur. Po parat për çfarë janë të rëndësishme atëherë? Për të blerë ushqim, për të blerë gjëra që duan, për të shkolluar. Por nuk ka asnjë vlerë nëse nuk jemi mbushur me dashuri. Shumë bukur e ka thënë këtë Noel, bravo. A mendon ti se robotët mund të bëhen shok të vërtet? Bën, si ka shok, si janë besprema, janë këqin, bëjnë gjëra të këqija, kur dhe ti do me marrë rrugën e mirë, ato do me marrë rrugën e keqe. Me bërë gjëra të këqija. Edhe më mirë të ke shok një robot? Po. Më mirë një robot aty, ë? Po që shokun, po nuk që besprem. Po nuk që besprem shoku. Ke njoft një shok besprem ti? Po. Po, ë? Çfarë ka bërë ai që të ka prerë në bes? Ishim një ditë në Beshina dhe tha, prit pak këtu se do hik në banjë, vend që hik në banjë dhe hiku fare. Edhe të la vetëm aty, ë? Po. U mërzite shumë? Po. I fole me ati shokut? Shumë mirë e ke bërë. Ja, ky është besprerë, tamam, mirë e ke thënë ti. Pse është e rëndësishme mos ja presësh besën dikujt? Çfarë të ka mësuar ty për besën? I e lën dom tjetrin, e lën vetëm, s'ka shok, ai mund të ketë vetëm një shok dhe mund të ketë edhe ti e pran besën. Kur thon këtë fjalinë, ra në dashuri, si e kupton ti? Si bien njerëzit në dashuri njëherë? Kur një çun pëlqen një gocë në bjen dashuri se e pëlqen shumë. Po ku bie ai? Te duart e saj. Dhe që se e bukur është shpreja, bie në dashuri. Se ku bie? Te zemra mbasa. Po, te zemra. Ti ke rënë dashuri ndonjëherë? Asnjëherë, ë? Po si e imagjinon ti që do biesh në dashuri? Ku një gocë është e bukur, një që ka është e mirë, sillet mirë me tjerët, do më rafi zemra. Duket se pas ke ndjerë që e ke ka qartë. Se ke ndjerë asnjëherë, ë? Asnjëherë. Okej. Si e largon mërzitjen ti? Çfarë bën ti kur mërzitesh shumë? Si del nga situata e mërzitur? Ku am qenë i vogël mërzitësha shumë, prisha gjona kur mërzitësha, më tha mami, sa herë të mërzitesh numëron deri në 10 dhe pusho. Kaq, ë? Po. Më thuaj një dëshirë që ke për gjithë fëmijët e botës. Mos t'jenë të varfër, të kenë pasuri, që të kenë të hajnë bukë, të shkollohen. Më kanë thënë që jep dhe makinës ti, Noel, u habita, unë kaq i vogël dhe jep makinës? Po, mblen ka që pëlqej ka shumë makina, desha ta marrë një makinë për vete dhe i thash babi, ta ble këtë makina, bëni babi? Po, 2000 gasti? E bërë, po, ba 2000 gast. Ja bëni babi, mirë, hajde ta testojme, i dha shumë mirë dhe e mora. Po çfarë makine ishte kjo? Makinë Fiat Topolino, e vogël. Fiat Topolino, po unë futëm dot aty? Po, futesh. Futëm dhe unë, po me ato të bëjmë xhiro, ne ç'pun kemi ne me Lamborghini e me Porsche. Neve me ato do të bëjmë xhiro. Ajo do jetë një eksperiencë unike për mua. O Noel, nami mora, kur të kem ndonjë festë unë të vitet ta marr këtë Fiatin. Kjo është fantastik ky Fiat Topolino ja. Shumë i bukur. Je i mërzitur që po rritesh apo je i lumtur që po rritesh? E
edhe jam i lumtur dhe si jam i lumtur. Jam i lumtur se mbaron shkolla se kam shumë inat. Dhe shkolla se kam shumë inat, vetëm se më pëlqen të herë na japin shumë detyra, prandaj më pëlqen. Po ti isha unë zdysh aty te shkolla, do të pëlqente ti më shumë shkolla? Po. Do mësoj më me qef? Po. Se ti mua më ke shoqe tani? Po. Për mua do bëtesh gjithmonë Noeli Peter Panit, sado që do rritesh. Dhe në qoftë se ndodh që nuk shifemi shumë vite dhe ti më del ndonjë ditë në rrugë dhe unë s'të njoh, se do ndryshosh shumë ti, kështu do më thuash. Jam Noeli Peter Panit, okay? Okej. Po ne nuk do t'ju mbasim lidhjet, se do shkruajmë ndonjëherë apo jo? Po. Ato premtimet që më ke dhënë për gocat janë më të rëndësishme të premtimet që ke dhënë publikisht tu. Okej, di mbaj. Vës në? Vesh.